Partia Socialiste ka depozituar në kuvend hartën e re territoriale, ku tashmë nga 61 bashki, numri i tyre do të shkojë në 46 të tilla. Ashtu siç ishte parashikuar, mazhoranca ka sjellë ndryshime, ku janë prekur pothuajse të gjitha qarqet. Nisur me qarkun më të madh të vendit, atë të Tiranës, Bashkia e Rogozhinës tashmë i ka kaluar Kavajës, ndërsa aeroporti Nën Tereza do të kalojë nga Bashkia e Krujës tek ajo e kryeqytetit. Në qarkun e dytë më të madh, Bashkia e Patosit i bashkohet Fierit, ndërsa Lushnjës do t'i bashkohet Divjaka, Roskoveci dhe Mallakastra mbeten të paprekura. Qarku i Elbasanit ka përsuar ndryshimet më të mëdha, ku bashkitë Belzh dhe Corriki janë bashkuar Elbasanit, ndërsa Bashkia e Prenjasit do t'i bashkohet Librazhdit. Të paprekura mbeten vetëm bashkitë Peqin dhe Gramsh. Edhe qarku i Durrësit vjen me ndryshime, teksa Bashkia e Fushkrujës do t'i bashkohet Krujës. Gjithashtu edhe Gjirokastra do të ketë ndryshime, ku bashkisë do t'i bashkohet Libohova. Në këtë qark, ndryshimet të tjera janë me Maliaj që i bashkohet Tepelenës dhe Këlcyra me Përmetin. Ndërkohë, Bashkia e Minoritetit Dropulli mbetet i paprekur. Korça do të ketë 5 bashki. Qytetit Juglindor i bashkohet Maliqi, ndërsa bashkitë e tjera, Pustec, Ersek, Bilish dhe Pogradec mbeten njësoj. Qarku i Kuksit mbetet i pandryshuar me 3 bashki, Kukës Haz dhe Tropoj. Lezhë ka ndryshime me bashkinë Rubik që i bashkohet Roshenit, ndërsa Mamurrasin e merr Kurbini. Në qarkun Shkodër, ndryshon vetëm Bashkia e Fusharzit, e cila i bashkohet Pukës. Bashkisë së Vlorës do t'i bashkohet Bashkia e Selenicës, ndërsa Finiqi, Konispoli, Saranda dhe Delvina mbeten siç janë. Ndryshime në qarkun Dibër vjen vetëm për Bashkinë e Matit, të cilës do t'i shtohet dhe Bashkia e Klosit, ndërsa Berati do t'i shtohet Bashkia e Dimalit dhe Poliçanit, teksa Kuçova dhe Skrapari mbeten siç janë.